Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bima që i ka çuditur të gjithë. Merrni pak aloe vera dhe i thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Aloe vera ofron përfitime mbreslënse, ushqyese dhe shëndetësore. Uji aloe verës përfitohet nga bima e mrekullueshme e cila është përdorur prej shekujsh për vetitë e saj çuditëbërëse. Uji me aloe vera ofron vërtet përfitime mbreslënse, ushqyese dhe shëndetësore. Një gotë me 250 ml ujë aloe vera përmban midis 50 dhe 60 kalori. Ju gjithashtu mund të merrni rreth 50% të vlerave të përditshme për vitaminën C. Vitamina C ndihmon në mbrojtjen e trupit nga infeksioneve, ruan shëndetin e kockave, dhëmbëve, si dhe ndihmon në shërimin e një sër problemesh. Aloe vera përmban vitaminën B12, folat, kolin, bakër, kalium gjithashtu. Uji me aloe vera përmban 8 sheqera natyrale që formojnë një përbërje me saharide esenciale që sipas studimeve janë një mburojje mirë për organizmin. Këto janë të ëmbla, as nuk krijojnë një ndryshim të menjëhershëm të sheqerit në gjak siç ndodh me substanca si saharoza ose sheqeri i zakonshëm. Aloe vera, siç tregojnë në kërkimet, përmban 20 nga 22 aminoacidet që nevojiten organizmit për funksionet e duhura dhe 7 nga 8 aminoacidet që konsiderohen jetësore për shëndetin. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga uji me aloe vera? Uji me aloe vera ka veti antiinflamatore në sistemin tretës dhe përdoret për të ndihmuar në trajtimin e kapsllëkut dhe problemeve tuaja të urthit. Uji me aloe vera është një zgjidhje kryesisht pozitive edhe për mbrojtjen e sistemit tretës në parandalimin e një sër komplikacionesh. Ai lehtëson shqetësimet e stomakut dhe rivendos tretjen normale. Pavarësisht nga shkaku themelor i shqetësimit, është antimikrobik dhe antiinflamator. Uji me aloe vera parandalon një sër problemesh dhe mund të zgjidhë gjithashtu edhe problemet tuaja të tretjes, ku cilësohet si një ndihmë efektive për shqetësimet e tretjes dhe gjithashtu edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj kundër këtyre problemeve. Është antimikrobik, antiinflamator. Uji me aloe vera parandalon mikrobet nga përqendrimi në stomak dhe në zor, mbron organet nga veprimi i toksinave dhe alergenëve. Pirja e 200 ml ujë aloe vera 2 ose 3 herë në ditë për një javë është një nga mënyrat efektive për të hequr problemin e tretjes. Por si ta përgatisni atë në shtëpi? Ju mund të shtoni 1 deri në 2 lugë çaj aloe vera në një gotë me ujë 200 ml. Mund të shtoni disa pika lëng limoni dhe 1 lugë çaj mjalt për shijen e mrekullueshme. Këshillohet se, nëse dëshironi ta bëni sasinë e madhe, prisni gjethin e aloe verës dhe hiqni skajet e saj. Pastroni lëkurën nga të dyja anët për të marrë xhelin transparent. Ngrijeni masën e xhelit në mikser dhe ruani në kavanos qelçi për deri në 1 javë në frigorifer. Kështu do të merrni përfitimet më të mira të kësaj bime të veçantë. E konsideruar si një nga bimët magjike, aloe vera përmban shumë llojshmëri enzimash, vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në shëndetin tonë. A e dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve? Ose se përdorimi i lëngut të saj mund të jetë i dobishëm në uljen e sheqerit te personat që vuajnë nga diabeti. Gjithashtu shërben për të parandaluar probleme të caktuara duke qenë se ka aktivitet shumë të mirë antioksidues. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë na vjen në mendje është përdorimi i saj për të zbutur dhe shëruar të djegurat nga dielli. Megjithatë, kjo bimë ka që pasur me lëndë ushqyese përdoret kudo në botë për rastet nga më të ndryshmet dhe shpesh mund të bëjë mrekulli për shëndetin tonë. Kjo është shumë e vërtet duke qenë se bima përmban mbi 75 lloje të lëndëve të dobishme, vitamina, minerale, enzima, sheqer, përbërës fenolik dhe aminoacide. Në këtë video do të gjeni një listë me disa nga përfitimet që do të merrni nga përdorimi magjik i aloe verës sipas brajt saj. Aloe vera ndihmon kundër komplikacioneve. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tonë duke i neutralizuar dhe duke parandaluar të rëndojnë në probleme të ndryshme si për shembull ato të cilat ndikojnë në drejt për së drejti në organizëm. Mosha e bimës aloe verës ka po ashtu rëndësi në luftën që ka kjo bimë ndaj radikaleve të lira.
sa më e vjetër tjetë bima aq më e dobishme është. Ndihmon me tretjen. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullinë me tretjen. Veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat shkaktojnë probleme me tretjen. Ajo përmban aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, dhe të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Aloe vera ndihmon në shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Mineralet kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për erë të reja dhe me një lëkurë me shkëlqim. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, ka një rol kryesor në produktet e bukurisë. Aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhohet nga vetlëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Pakson dhimbjet. Aloe vera përmban shumë enzima, një prej të veçantave është edhe në luftën në paksimin e dhimbjeve. Kjo quhet iskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të tepërt kur përhapet në lëkurë për të larguar dhimbjet. Të tjerat enzimat të bimës aloe verës mund të përdoren për të kuruar edhe probleme të ndryshme të lëkurës. Rregullon lëkurën gjatë dëmtimit të qelizave. I ftohti shpesh shkakton probleme të ndryshme dhe shkatrime të qelizave duke sjellë kështu dëmtime në hapjen e problemeve të pjesëve të ekspozuara të trupit. Faza e këtij dëmtimi është 4. Fillimisht lëkura skuqet, pastaj krijon formacione të lëngshme, dëmtohet përfundimisht stresa e sipërme e lëkurës dhe në fund mund të rezultojë në gangrenë ose humbje të lëndëve ushqyese. Aloe vera ul nivelin e trimboksanës, lënda që shihet si shkaktari i dëmtimit. Aloe vera ka veprime anti-inflamatore. Një prej vetive të pabesueshme për të lehtësuar problemet, aloe vera ndihmon në pastrimin e lëkurës dhe ndërveprimin që kundërvepron me agjentët e dëmshëm. Këtë e ka konfirmuar një studim i ri që vjen nga Japonia, gjë që ka zbuluar se nëse lëngun e aloe verës e përdorni në formën e xhelit, ju ndihmoni në parandalimin e problemeve të stomakut dhe të zorrës së trashë. Ndihmon në rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësinë të jetë një lëndë dobishme për balancimin e pH-it të kokës. Ndihmon në reduktimin e luhatjeve të sheqerit. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve, i karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Për këtë shkak, shkaqet dhe simptomat e trajtimit variojnë dhe duhet të vëzhgohen me kujdes. Një studim në Indi zbuloi se personat që përdorin aloe vera patën një përmirësim më të mirë të luhatjeve të sheqerit. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshin polisaharide, vitamina, enzima, aminoacide dhe minerale që nxisin përthithjen e ushqyesve. Nëse nuk keni ende një lule aloe vera në shtëpi, sugjerohet ta mbillni, pasi përdorimi i saj mund të ndryshojë pamjen tuaj. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe organizmin, mund të përdorni edhe për më shumë emergjenca se gërvishtjet, prerjet ose probleme të ndryshme. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe. Ky lajm është i mirë për vegetarianët të cilët shpesh marrin masën e sasive të ndryshme të vitaminës B12 përmes edhe suplementeve, gjë që mund të mungojë në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.